nesër Lidhja Demokratike e Kosovës do të shpalos një plan prej 15 pikash. Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të medjave, kjo ishte një epizodi 30 i seancës konstituive, i cili nuk arriti të kurorzohet me një sukses për shkak të paaftësisë së partisë së parë. Për shkak se partia e parë nuk arriti që ta sigurojë një shumicë. Kjo është një kosto tepër e lartë për qytetarët e Kosovës, për vetë Kosovën, për funksionimin tonë si demokraci, edhe e cënon vetë demokracinë e vendit tonë, të konsoliduar për shumë dekada me radhë. Më lejoni që t'ju them që kjo është një situatë jo serioze ku partia e parë nuk sheh ndonjë urgjencë për ta konsoliduar kuvendin, për shkak se ka qëllim final që të mos e lëshoj as ekzekutivin. Ua kujtoj që 17 deputet kanë dhënë betimin dhe njëkohësisht janë në zyret e qeverisë të Kosovës. Dhe duke mos pasur dëshirë që të arrijnë tek një rezultat në kuvend, ata po arrijnë që të marrin vendime jo kushtetuese dhe jo ligjore në qeverinë e Kosovës. Si LDK shprehim shqetësimin tonë që kjo situatë politike po manifestohet me një krizë që po reflektohet në shtrejtimin e çmimeve, inflacionin, po transmetohet po ashtu edhe po e pamundson lehtësinë e përballueshmërisë së çmimeve nga qytetarët. Do të thonë po e vështirëson jetën e secilit qytetar të Kosovës vetëm për shkak të mos seriozitetit edhe mos pasjes së një emergjence nga partia e parë. Si Lidhje Demokratike ne kemi bërë opsionin ton, kemi propozuar një qeveri gjithëpërfshirëse nga të gjithët akterët e përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, me qëllim që dalim nga ky ngërç, nga kjo krizë politike. Kemi dhënë këtë opcion me qëllim që secila parti të jetë e përfaqësuar në bazë të proporcionalitetit të përfaqësimit që ka në kuvend, me qëllim që të shkojmë përpara me disa vendime emergjente që do ta lehtësonin jetën e secilit qytetar në Kosovë. Për qeverinë gjithëpërfshirëse më lejoni t'ju them që nesër Lidhja Demokratike e Kosovës do të shpalos një plan prej 15 pikash ku do të elaboroj idenë dhe prioritetet që do t'i shenim si pjesë e kësaj qeverie për një periudhë të caktuar. Andaj me këtë rast ju ftoj nesër në selinë qendrore të LDK-s që të jeni dëshmitar të prezantimit të këtij plani. Ky ka qenë propozimi jonë si rrugdalje nga kjo krizë, për ndryshe ne nuk po shohim që partitë e tjera kanë një propozim tjetër, nuk po shohim që ka shumicë të konsoliduar, edhe po e shohim një parti të parë, të dorëzuar tërësisht për shkak që nuk po ka mundësi të siguroj shumicën. Dhe ne me këtë rast dëshiroj që të them që partia jonë ka ardhur me këtë propozim duke qenë parti që e ndjen përgjegjësinë e shtetit, e ruajtjes së institucioneve të shtetit dhe që vjen si rezultat që dëshiron që të sheh që Kosova si shtet mos dëmtohet as në arenën ndërkombëtare, as brenda në kuptimin e inflacionit edhe zhvillimeve ekonomike që po e dëmtojnë vendin.